Dashi. Fal ndikimit të përbashkët të hënës, Venusit dhe Jupiterit, sot do ndiheni më të qetë dhe më të balancuar shpirtërisht. Çdo problem që ju ka shqetësuar kohët e fundit do gjejë zgjidhjen e vet. Për ju që jeni në një lidhje, marrëdhënia me partnerin do përmirësohet ndjeshëm dhe do mund të shijoni më shumë dashurinë. Mos u përmbani në shprehjen e ndjenjave, sepse do shpërbleheni me ngrohtësi dhe afeksion. Ju beqarët do ndjeni më të matur dhe do kërkoni siguri përpara se të nisni një lidhje të re. Prisni edhe pak, sepse personi i duhur do vijë në kohën e vet. Në punë, respektoni mendimin e kolegëve dhe dëgjoni këshillat përpara se të merrni vendime të mëdha. Zgjedhja e fundit do jetë e juaja, por një këndvështrim i dytë nuk bën kurrë dëm. Financat do jenë të qëndrueshme dhe do keni mundësi të bëni disa investime që i keni menduar prej kohësh. Shëndeti, energjia fizike do jetë e mirë, por shmangni lodhjen e tepërt. Një shëtitje ose aktivitet fizik i lehtë do ndihmojë në qetësimin e mendjes. Këshilla e ditës, mos u nxitoni në vendime që kanë ndikim afatgjallë. Durimi sot është arma juaj më e fortë. Demi. Gjatë kësaj dite do ndiheni të gëzuar, plot energji dhe të gatshëm për të ndarë dashurinë me të tjerët. Yjet do sjellin harmoni dhe optimizëm për ju që jeni në një lidhje. Do keni më shumë afërsi me partnerin dhe do ndiheni të lumtur për çdo moment bashkë. Ju beqarët do njihni persona interesant dhe mund të filloni histori dashurie të zjarrta që do pasurojnë shpirtin tuaj. Në punë, edhe pse do ketë disa sfida, ju do ruani entuziazmin dhe do dini si t'i përballoni me profesionalizëm. Neptuni do ju ndihmojë të jeni më të qartë dhe të arsyeshëm në menaxhimin e financave. Do mateni mirë përpara çdo vendimi ekonomik dhe kjo do sjellë stabilitet. Shëndeti, gjendja fizike do jetë e mirë, por shmangni tepricat në ushqim dhe qëndrimet e gjata pa lëvizur. Kujdes me sistemin e qarkullimit. Këshilla e ditës, ndani gëzimin me të tjerët, por mos harroni të ruani ekuilibrin mes emocioneve dhe arsyes. Binjakët. Sot Jupiteri do ju jap humor të mirë dhe vendosmëri për të ecur përpara. Do ndiheni më të qetë, më të fokusuar dhe do dini si të përballeni me çdo situatë. Nëse jeni në një lidhje, marrëdhënia me partnerin do jetë e mbrojtur nga yjet dhe do përjetoni një ditë të qetë dhe harmonike. Do zgjidhni me maturi çdo mosmarrëveshje. Ju beqarët, nga ana tjetër, mund të humbisni disa mundësi të rëndësishme, pasi do refuzoni ftesat që do ju bëhen. Në punë do ketë sfida, por falë organizimit dhe bashkëpunimit me kolegët do arrini rezultate pozitive. Financat do përmirësohen ndjeshëm, falë për kujdesit dhe disiplinës suaj. Shëndeti, kujdes me gjumin dhe ushqyerjen. Mund të ndiheni pak të lodhur nga ritmi i lartë, prandaj gjeni kohë për qetësi dhe rikuperim. Këshilla e ditës, mos refuzoni mundësitë që ju dalin sot, sepse disa prej tyre mund t'ju hapin dyrë të rëndësishme në të ardhmen. Gaforia. Sot do jeni më të ndjeshëm dhe nuk do duroni mirë komandimet apo qëndrimet autoritare. Kjo mund të ndikojë negativisht në ecurinë e ditës. Nëse jeni në një lidhje, xhelozia e tepruar mund të shkaktojë debate me partnerin. Reflektoni dhe mos e lejoni krenarinë të dëmtojë dashurinë. Ju beqarët do keni takime të papritura dhe shumë interesante, të cilat mund t'ju ndryshojnë jetën. Në punë duhet të tregoni respekt ndaj kolegëve dhe të keni më shumë besim tek ata. Vetëm përmes bashkëpunimit do arrini suksesin që dëshironi. Financat kërkojnë kujdes të shtuar për të shmangur pasiguritë apo tronditjet. Shëndeti, kujdes me tensionin nervor dhe lodhjen. Relaksohuni dhe shmangni situatat stresuese. Këshilla e ditës, kontrolloni emocionet dhe mos lejoni xhelozin t'ju prish ekuilibrin. Dashuria kërkon më shumë qetësi se sa kontroll. Luani. Fal ndikimit të Marsit dhe Uranit, sot do dini gjithmonë si të veproni. Energjia juaj do jetë e lartë dhe kjo do ndikojë pozitivisht në çdo fushë. Ju të dashuruarit duhet t'i lini gjërat të rrjedhin natyrshëm pa u munduar t'i detyroni situatat. Vetëm kështu do ndjeni lumturi të vërtetë. Ju beqarët mund të tregoheni të pavendosur dhe të refuzoni disa ftesa që në fakt mund të ishin interesante.
Në punë do përpiqeni të ndiqni ëndrat tuaja, por mos harroni të përqendroheni edhe në detajet praktike të përditshmërisë. Financat do mbeten të qëndrueshme, por duhet të shmangni huadhëniet dhe shpenzimet e panevojshme. Shëndeti, energjia është e mirë, por shmangni tepricat fizike dhe stresin emocional. Pushoni mjaftueshëm për të ruajtur ritmin. Këshilla e ditës, mos kërkoni gjithmonë më shumë se ç'keni. Vlerësoni momentin dhe njerëzit që ju qëndrojnë pranë. Virgjëresha. Kjo ditë do karakterizohet nga qartësia dhe vendosmëria. Do veproni me logjik dhe maturi, duke marrë vendime të drejta në çdo fushë. Për ju që jeni në një lidhje, dita do sjellë bashkëpunim dhe mirëkuptim me partnerin. Do ndiheni të qetë dhe të përmbushur. Ju beqarët do kërkoni personin ideal, por për momentin nuk do e gjeni ende. Mos u shqetësoni, sepse çdo gjë ka kohën e vet. Në punë do tregoni përkushtim të admirueshëm dhe do fitoni respektin e kolegëve. Bashkëpunimi do sjellë rezultate konkrete. Financat do përmirësohen nëse merrni disa vendime të mençura dhe afatgjata. Shëndeti, do ndiheni mirë, por mos e neglizhoni aktivitetin fizik. Kujdes me shtyllën kurrizore dhe tensionin. Këshilla e ditës, mos kërkoni përsosmëri absolute. Mjafton të jeni të qëndrueshëm dhe të besoni në aftësitë tuaja. Peshorja. Ditën e sotme do ta kaloni në një atmosferë të jashtëzakonshme, plot gëzim, frymëzim dhe ndjenjë krenarie për gjithçka keni arritur. Nëse jeni në një lidhje, do ndiheni më të dashuruar se kur më parë dhe do shprehni hapur ndjenjat tuaja, pa frikë e pa hezitim. Do ndjeni se marrëdhënia po thellohet dhe stabilizohet. Ju që jeni beqar do shijoni aventura të lehta, plot pasion e adrenalin, që do ju bëjnë të ndiheni mirë shpirtërisht, megjithse ende nuk është momenti për diçka serioze. Në punë do shkëlqeni, do dalloheni për idetë e freskëta dhe do fitoni vlerësimin e kolegëve. Krijimtaria dhe komunikimi juaj i hapur do bëjnë që të gjithë të kërkojnë mendimin tuaj. Në planin financiar, tregohuni më të matur se kurrë. Mos merrni vendime të nxituara dhe shmangni çdo investim të rrezikshëm. Çdo hap i gabuar sot mund të ndikojë gjatë në buxhetin tuaj shëndeti, do ndiheni energjik dhe në formë të mirë fizike, por mos të teproni me lodhjen mendore. Një shëtitje në ajër të pastër ose disa momente qetësie do ju bëjnë shumë mirë. Këshilla e ditës, mos e lini suksesin t'ju bëjë mendje mëdhenj. Thjeshtësia dhe mirësia janë forca që ju bëjnë të dashur për të gjithë. Akrepi. Dita e sotme do ju befasoj për mirë, pasi fati do jetë në anën tuaj. Planetët ju dhurojnë energji, qetësi dhe lumturi të brendshme. Për ju që jeni në një lidhje, gjithçka do ndriçohet. Do ndjeni afërsi shpirtërore me partnerin dhe shumë momente romantike do ju bëjnë të ndjeni sikur jeni në ëndër. Ai do kujdeset për çdo detaj për t'ju parë të lumtur. Ju që jeni beqar do ndjeni ende të pavendosur, ndaj është më mirë të mos nxitoheni. Në punë do përfshiheni në një projekt të rëndësishëm që do ju hap horizonte të reja. Mendimet do ju ndriçohen dhe do keni mundësi të arrini objektivat afatgjata. Edhe puna në grup do jetë frytdhënëse. Financat do mbeten të qëndrueshme, megjithse mund të kërkojnë ndonjë sakrifisë të vogël. Shëndeti, energjia juaj do jetë në nivele të larta. Kujdesuni vetëm për pushim të mjaftueshëm dhe ushqim të balancuar për të ruajtur ritmin. Këshilla e ditës, mos keni frikë të ëndërroni më shumë. Sot yjet ju ftojnë të besoni në mrekullitë që ndodhin vetëm kur nuk dorëzoheni. Shigjetari. Fati do jetë aleati juaj më i madh gjatë kësaj dite. Gjithçka do ecë me rrjedhë natyrale dhe në disa momente do habiteni nga lehtësia me të cilën gjërat po realizohen. Ju të dashuruarit do rifitoni harmoninë në marrëdhënie dhe do rivendosni komunikimin e munguar. Partneri do tregojë mirëkuptim dhe butësi, duke ju bërë të ndiheni të vlerësuar. Ju që jeni beqar do ndiheni të paqartë për ndjenjat tuaja, ndaj do hezitoni të hidhni hapa. Mos u shqetësoni, universi ka plane për ju, thjesht prisni momentin e duhur. Në punë do tregoheni të përqendruar dhe me besim në vetvete. Këto dy cilësi do ju çojnë drejt suksesit. Financat do jenë të stabilizuara fal një menaxhimi të kujdesshëm dhe të arsyeshëm.
Shëndeti, do ndjeni në harmoni me trupin dhe mendjen. Vazhdoni me zakonet e mira dhe shmangni stresin e panevojshëm. Këshilla e ditës, besoni në fuqinë tuaj për të arritur çdo gjë. Kur jeni në paqe me veten, gjithësia punon në favorin tuaj. Britsjapi. Kjo ditë kërkon maturi dhe vendosmëri. Mos I lini gjërat t'i zgjidh koha, sepse mund të përballeni me pasoja të padëshiruara. Ju që jeni në një lidhje mund të zhgënjeheni nga sjellja e partnerit. Mos e idealizoni askënd dhe përpiquni të shikoni realitetin ashtu siç është. Ju që jeni beqar bëni mirë të prisni edhe pak përpara se të hyni në një histori të re, pasi mund të mos jetë ajo që mendoni. Në punë, shmangni qëndrimet autoritare sepse mund të lindin përplasje me kolegët. Dëgjoni edhe mendimet e të tjerëve për të ruajtur ekuilibrin në mjedisin profesional. Në planin financiar, mos u mashtroni nga iluzioni I pasurimit të shpejtë. Durimi është çelësi I suksesit afatgjallë. Shëndeti, stresi mund t'ju lodh pak gjatë ditës. Merrni frym thellë, pushoni dhe shmangni diskutimet e panevojshme që ju rrëzojnë energjinë. Këshilla e ditës, mos lejoni asgjë t'ju rrëzojë shpirtin. Vetëm qetësia dhe durimi ju ndihmojnë të mbani drejtimin e duhur. Ujori. Dita mund të ketë disa pengesa të vogla, por asgjë që nuk mund ta përballoni me durim dhe logjik. Për ju që jeni në një lidhje, dita do jetë e qetë, por pa shumë emocione të forta. Do ndiheni të sigurt, por edhe pak monoton. Beqarët nuk duhet të nxitohen për të krijuar një lidhje, pasi disa njohje mund të jenë të rreme apo sipërfaqësore. Në punë, progresi do jetë I ngadalshëm. Edhe pse keni pasur vonesa, mos humbni motivimin. Çdo përpjekje do shpërblehet në kohën e duhur. Mërkuri do ndihmojë në qartësimin e ideve financiare dhe situata do përmirësohet ndjeshëm. Shëndeti, kujdesuni më shumë për pushimin dhe hidratimin. Trupi juaj ka nevojë për rigjenerim pas lodhjeve të fundit. Këshilla e ditës, mos se humbni durimin. Edhe kur duket se gjithçka ecën ngadalë, yjet po përgatisin rrugën drejt suksesit tuaj. Peshqit. Komunikimi dhe shoqëria do jenë pikat tuaja të forta sot. Do rrezatoni karizëm dhe energji pozitive. Ju të dashuruarit do përkushtoheni më shumë ndaj partnerit dhe do kaloni momente të ngrohta që do forcojnë lidhjen tuaj. Do e ndjeni veten më të kuptuar dhe të dashuruar. Beqarët do kenë shumë takime të këndshme dhe mund të nisin njohje të reja me potencial afatgjallë. Në punë do reflektoni mbi disa gabime të së shkuarës dhe do përpiqeni t'i korrigjoni. Kjo do ju ndihmojë të ecni përpara me më shumë qartësi. Financat do përmirësohen ndjeshëm, fal një shpërblimi ose projekti që do jap rezultatet e pritura. Shëndeti, energjia juaj do jetë e lartë dhe gjendja shpirtërore pozitive. Kujdesuni vetëm të ruani ekuilibrin mes punës dhe pushimit. Këshilla e ditës, mos kini frikë të hapeni ndaj njerëzve të rinj. Ndonjëherë dashuria dhe suksesi lindin nga një takim I rastësishëm. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi I personazh.